Nga primarëve të partisë, po t'i lesh në garë të lirë të drejtuesit dhe qarqeve, nuk e fitojnë mandatin, nuk e fitojnë postin atje. Qojnë o Erbil Lugbashin në Durrës të kandidojë me një djalë të ri në qarkun Durrës, ju keni të për të parë që ai nuk merr më shumë se 1.000 vota. Të marrë dhe emrat të tjerë për t'i mos si lënduar në ego. Nga Smendbardhi, qojeni në Kavaj, qojeni në Tiranë, qojeni në Fier, kudo, po mori më shumë se 2-3.000 vota kundrejt Fisnik Qosës ose një djali tjetër të partisë atje, si ai Kadiu që mori mbi 4-5.000 vota. Këtu nuk ka garë fare, aty është ai rrethuar me humsa dhe ata nuk pa mend ndonjë fituar. Dhe kjo është problemi më i madh i Partisë Demokratike, se ata nuk nuhasin ndonjë fitore. Nuk dinë të fitojnë. Edhe kur luajnë me njëri tjetrin, luajnë me hile. Partia Demokratike është një parti hilesh. Prej vitesh, prej dekadash, PD-ja është barës me hile. Ja kanë me hile njëri tjetrit. Dhe kur ja kemi hile njëri tjetrit, çka kërkon ti kërkosh qytetarëve? Kur ti nuk bën dot një proces, ku ti kërkon ti votën e lirë? Ku ti kërkon votën e lirë dhe demokracinë? Ti nuk e bën dot në shtëpinë tënde një proces demokratik, një proces të lirë nuk e bën. Ata në Korç, mas 13 vitesh opozit, dash u vranë me njëri tjetrin. Shturp i madh për një parti